Nisma mjedisore, sot një fidan, nesër një pyll, hyn këtë vit në edicionin e saj të 4, duke vijuar angazhimin për mbrojtjen e natyrës dhe gjelbërimin e zonave përreth qytetit të Korçës. Këtë vit fokusi do të jetë tek hijëzimi i burimeve të Moravës, hapësira të ndërtuara dhe të mirëmbajtura në mënyrë vullnetare nga qytetar dashamirës të malit, si dhe të ndërhyrjet përgjatë rrugës Çlirimi Korçës për zvendësimin dhe konsolidimin e fidanëve të mbjellë një vit më parë. Kemi menduar të organizojmë për të mbjellë fidan të rritur në burimet e Moravës, ku qytetarë në mënyrë vullnetare kanë arritur të punojnë bukur, të kujdesen për to, të ndërtojnë, dhe ne menduam që t'i bashkojmë kësaj iniciative të bukur, të solidarizojmë me këtë iniciativë të bukur qytetare, edhe të mundet të krijojmë pak hijeshi këtyre burimeve dhe t'i bëjmë më atraktive dhe më shlose për çdo qytetar dhe çdo frekuentues të malit. Kjo nismë synon jo vetëm mbjelljen e fidanëve të rinj, por edhe forcimin e një modeli qytetarie që promovon kujdesin për natyrën, si dhe ndërgjegjësimin institucional. Qytetarët ne kemi vënë në këto 3 vitet e fundit të kësaj nisme janë shumë dashamirës, janë shumë kontribues, e duan natyrën, vërtet të vlerësojnë dhe të shmojnë për këto iniciativa, por nga ana tjetër shumë e rëndësishme edhe institucionet të jenë prezente dhe të japin kontributin e tyre. Aktiviteti do të zhvillohet gjatë periudhës 15-20 mars, ndërsa organizatorët ftojnë qytetarët të kontribuojnë vullnetarisht në mbjelljen e fidanëve të rritur, duke dhënë një kontribut konkret për mjedisin dhe brezat e ardhshëm.